Recep Qosja dhe mashtrimi ideologjik i kombit kosovar, një projekt artificial, anti-shqiptar dhe i rrezikshëm për të ardhmen e Kosovës. Debati mbi të ashtu quajturin komb kosovar nuk është as akademik i pafajshëm dhe as evolucion natyror identitar. Ai është një projekt politik i fabrikuar, i mbështetur mbi argumente të shpikura që synon shkputjen e shqiptarëve të Kosovës nga trungu kombëtar shqiptar. Dhe këtë e ka demaskuar qartë, pa ekuivoke Recep Qosja. Një gënjeshtra themelore, identiteti kosovar që nga viti 1912. Pretendimi se identiteti kombëtar kosovar ka filluar të formësohet më 1912 është historikisht absurd dhe politikisht pervers. 1912 nuk është vit lindje identitare për shqiptarët e Kosovës, por viti i pushtimit serb dhe i ndarjes së dhunshme të Kosovës nga Shqipëria. Nëse do ta pranonim këtë tezë, do të thoshte se pushtimi serb qen ka faktor emancipues. Ndarja nga Shqipëria qen ka bekim historik, dhe Serbia qen ka kontributore në krijimin e një identiteti të ri. Ky është revizionizëm i rrezikshëm historik që përmbys viktimën me agresorin. 2. Identitetet krahinore, identitet kombëtar. Qosja e çmonton me logjik të hekurt këtë mashtrim. Nëse kosovar qen ka identitet kombëtar, atëherë pse jo çam, lab, myzeqar mirëditor? Të gjitha këto janë identitete krahinore, pjesë përbërëse të kombit shqiptar. Jo kombe më vete. Kosovar është po aq identitet krahinor shtetëror sa Shkodra apo Dibran. Ta ngresh në nivel kombëtar është inxhinieri politike, jo realitet shkencor. 3. Sakrificat e shqiptarëve të Kosovës për Shqipërinë, jo kundër saj. Nga viti 1912 e deri në luftën e Učkës, shqiptarët e Kosovës janë burgosur, janë vrarë, janë dëbuar, janë masakruar. Jo për të krijuar një identitet të ri kosovar, por për të ruajtur identitetin shqiptar dhe për të bashkuar me Shqipërinë. Të thuash sot se këto sakrifica që kanë bërë për komb kosovar është firje ndaj historisë, gjakut dhe qëndresës shqiptare. 4. Mashtrimi i dytë, identiteti mbikombëtar kosovar. Krahasimi i identitetit kosovar me identitetin evropian, amerikan apo sovjetik është analitikisht i pavlefshëm. Këto identitete janë shtesë mbi identitetet kombëtare. Nuk i zëvendësojnë ato. Asnjë amerikan nuk thot se nuk është anglez, irlandez apo gjerman në origjinë. Ndërsa kosovarizmi synon pikërisht këtë, zëvendësimin e identitetit shqiptar. 5. Gënjeshtra më e rrezikshme, shteti krijon kombin. Kjo është teza më e errët dhe më autoritare. Shteti cakton identitetin. Kjo përmbys gjithë historinë njerëzore. Në të vërtetë, kombet krijojnë shtete, jo shtetet kombet. Nëse pranojnë të kundërtën, atëherë identiteti bëhet dekret politik, historia bëhet vendim administrativ, dhe kombi shndërrohet në produkt propagande. Kjo është logjik totalitare, jo demokratike. Pse kombi kosovar është rrezik i lartë, rrezik për Kosovën si shtet. E dobëson bazën historike të shtetësisë së Kosovës. E shkëput nga mbështetja natyrore shqiptare. E bën më të manipulueshme ndërkombëtarisht. Rrezik për kombin shqiptar. Krijon ndarje artificiale brenda një kombi. I shërben narrativave serbe dhe rajonale. Minon unitetin kulturor, historik dhe politik shqiptar. Përfundim, kombi kosovar nuk është evolucion, nuk është progres, nuk është realitet. Është projekt politik, ideologjik dhe antikombëtar i ndërtuar mbi gjysmë të vërteta, falsifikime historike dhe frikë nga identiteti shqiptar. Kosova është shtet. Shqiptarët e Kosovës janë komb shqiptar. Çdo përpjekje për t'i ndarë është kërcënim strategjik, jo debat akademik. Historia nuk rishkruhet me skenar. Ajo mbrohet me të vërtetën.